Krejt njerëzit, edhe ateistat, jetojnë sikur jeta ka kuptim, vlerë edhe qëllim. Po problemi është që ateizmi ose naturalizmi s'mundet me justifiku asnjë prej tyre. Do thojnë morali ka ekzistuar para krishterimit. Një mirë, po secili krishter pajtohet me këtë. Kjo është fiks ajo që ka na thëtë Bibla vetë, që Zoti ka kriju njerëzit me ndërgjegje. Është pikërisht pse dim ma mirë që Zoti është i drejtë dhe ka të drejtë me na mbajt përgjegjës. Edhe tjerë thonë të drejtat e njeriut i kemi shpik na vetë, s'na duhet Zoti me qenë moral. Po, mundesh me vepru moralisht pa besu në Zot. Por, nëse morali është vetëm shpikje e njeriut, atëherë është krejt subjektiv edhe mundet me ndryshu sa herë që ndryshon pushteti. Pra, automatikisht e hum prap çdo bazë koherente por moral. Edhe kur e zbërthen krejt këtë, naturalisti po thot, jeta doli prej mos ekzistencës. Dhe prej një procesi pa mend, pa emocioni, pa qëllim, ka ndalë mendja, ndjenjat edhe vetë ideja e moralit. Po jo mre, kjo matematik diqysh s'po del hiq. Ka shumë a shumë për me thënë në këtë çështje, por nëse du me qenë të sinqert intelektualisht, bot kuptimi ma konsistent një së paku prej deizmit. Si vim prej deizmit deri te krishterimi, ajo është për një video tjetër. Por të pakten deizmi është më intelektualisht më i sinqert, se të pakten jetu e pranu që Zoti ekziston. Zoti të bekoft.